Një tren doli nga shinat në veri lindje të Tajlandës të mërkurën pasi një viç ndërtimi i ran mbi 3 vagonët e tij, duke vrarë të paktën 25 persona dhe duke plagosur rreth 80 të tjerë, tha policia. Aksidenti ndodhi të mërkurën në mëngjes, 230 km në veri lindje të Bangkokut, në një tren të nisur nga kryeqyteti që shkonte për në provincën Ubon Ratchathani. Numri të vdekurve tani ka arritur në 25. Kërkimi për trupa të tjerë është duke vazhduar, tha policia. Ministri i Transportit të Tajlandës tha në një deklaratë në bordin e trenit, kishte 195 persona, duke shtuar se kishte urdhëruar të kryejë një hetim i plot. Viktimat ishin në 2 nga 3 vagonët e goditur nga Vinçi, tha ai. Vinçi po punonte në një projekt hekurudhor kur u shemb dhe ra mbi trenin që po kalonte në atë moment, duke bërë që ai të dilte nga shina dhe të merrte flak. Imazhet e shpërndara nga ministria treguan vagona të përmbysur pranë shkurreve dhe zjarfikës që shuanin flakët, ndërsa tymi dilte nga vendi i rrëzimit. Pamjet e vendit të rrëzimit tregojnë punëtorët e shpëtimit që përpiqen të nxjerrin viktimat nga një prej vagonëve të dëmtuar, me disa pasagjerë të plagosur rënd që ishin ngjitur në ambulanca. Projekti e hekurudhës me shpejtësi të lartë do të lidhet me Kinën përmes Laosit. Qeveria tha vitin e kaluar se më shumë se 1/3 e ndërtimit kishte përfunduar dhe e gjithë linja do të ishte gati deri në vitin 2030.